Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Një gotë nga lëngu i qepës së çdo ditë është shpëtim për të gjitha moshat. Ja, sekreti që fshihet. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e dashur dhe e padëgjuar, por pasi ju të dëgjoni këtë lajm do të filloni ta përdorni më shpesh atë, sepse ka vlera të jashtëzakonshme për trupin e njeriut. Mjekët e këshillojnë lëngun e qepës nëse vuani nga një sër probleme siç janë problemet me rrugët e frymëmarrjes dhe njëkohësisht ftohjen, kollën e të tjerë. Lëngu i qepës është njëkohësisht shumë i mirë kundër gripit, kundër dhimbjeve të barkut, për dendësinë tuaj kockore dhe cilësinë e gjumit, dëshirën dhe shëndetin e dhëmbëve. Edhe pse aroma apo dhe shija e tij nuk janë fort të pëlqyeshme, këshillohet që ju ta kombinoni me pak kanellë dhe mollë për të pasur sa më shumë vlera. Vlerat e lëngut të qepës janë të shumta. Ai përmban gjithashtu fibër, vitamina B6, C, flavonoid, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe gjithashtu fosfor. Këtu ju do të mësoni disa nga përfitimet e lëngut të qepës. Shëndeti i zemrës. Konsumi i lëngut të qepës ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit, ndihmon gjithashtu në parandalimin e mpikses së gjakut, e cila është edhe një nga arsyet kryesore të shfaqjes së sëmundjeve të zemrës. Diabeti. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e diabetit. Në mineralet që përmban në lëngu përmirësojnë aktivitetin e insulinës, në largimin gradual të sheqernave nga gjaku, dhe flavonoidët që përmban ulin nivelin e lartë të glukozës në gjakun e njerëzve të prekur nga diabeti i tipit 2. Pastrim. Qepa ka disa përbërës të cilët ndihmojnë vitaminën C të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu gjithashtu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Kolla. Lëngu i qepës përmban sulfur që ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Flokët dhe lëkura. Vitamina C tek lëngu i qepës stimulon formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E arrin gjithashtu që të shmangë dëmtimin nga ekspozimi ndaj radikaleve të rrezeve ultravjollës. Mineralet janë shumë efikase në parandalimin e akneve dhe gjithashtu në forcimin e flokut. Mineralet gjithashtu janë tepër efikase në parandalimin e akneve. Si ta përgatisni? Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zier qepën në ujë, 2 kokra qep mesatare për 1 litër ujë. Qepën duhet ta zjeni me gjithë lëkurë për 5 minuta. Pas zjerjes mundet që të shtoni mjalt dhe njëkohësisht limon për të përmirësuar shijen dhe ta pini menjëherë një gotë. Pjesën e mbetur ju mundet që ta ruani në frigorifer dhe ta konsumoni atë për ditën tjetër. Lëngu i qepës gjithashtu është një nga pijet më të rëndësishme edhe për sa i përket shëndetit, por këtu ne do t'ju tregojmë dhe se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse ju konsumoni të paktën një qep në ditë. Edhe pse çdo perime ka përfitime shëndetësore, disa prej tyre kanë shumë të veçanta. Qepa është një prej tyre që në përgjithësi ndihmon në shëndetin e zemrës, kockave dhe gjithashtu zorrëve, por ka shumë më tepër avantazhe nga të cilat shumë njerëz mund të habiten. Megjithatë, në qoftë se jeni të ndjeshëm ndaj qepëve, këshillohet që të konsultoheni me mjekun përpara se të konsumoni qep çdo ditë. Ne këtu do t'ju sillim disa nga përfitimet që mund t'i dalloni nëse hani qep çdo ditë. Rritet fertiliteti. Në të kaluarën, infertiliteti mashkullor trajtohej me ekzaminime
operacione dhe shumë analiza, por tani mjekët këshillojnë ndonjëherë që të pinë lëng qepe. Përdorimi i një shumëllojshmërie të gjerë të antioksidantëve, të cilët gjenden mjaftueshëm tek qepët, rrit efektivitetin për fertilitet. Qepët gjithashtu ndihmojnë si nuset. Një mënyrë e shkëlqyer për të ndaluar ose ngadalësuar procesin e rrjedhjes së hundëve është përdorimi i qepëve. Thjesht merrni gjysmën e një qepe dhe vendoseni në vrimat e hundës, më pas merrni frymë duke thithur ajrin me hund. Qepët përmbajnë vitaminë C dhe gjithashtu bioflavonoide. Një përfitim tjetër i favorshëm është se qepët janë gjithashtu të mira për t'u përdorur kur keni hundët tuaja të bllokuara. Qepa liron rrugët e frymëmarrjes duke na e bërë këtë proces akoma dhe më të lehtë. Parandalon depresionin dhe gjithashtu përmirëson humorin. Qepa përmban diçka të quajtur folate, që është një fjalë tjetër për vitaminën B9, dhe kjo vitaminë ndihmon në parandalimin e depresionit dhe gjithashtu përmirëson humorin tuaj duke zbërthyer një aminoacid të quajtur homocystein. Përtypja e qepëve të pagatuara gjithashtu ndihmon për të mos u prishur dhëmbët. Nuk ka dyshim se qepa mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve në trupin tuaj, por qepa gjithashtu sjell shumë përfitime dhe për shëndetin tuaj oral. Përtypja e qepëve të pagatuara ndihmon për t'i bërë dhëmbët tuaj më të fortë dhe për të luftuar çdo bakteri i cili gjendet në gojën tuaj. Konsumimi i qepëve parandalon ftohjen dhe njëkohësisht gripin. Sipas ekspertëve shëndetësor, qepa mundet të ndihmojë në parandalimin e ftohjes, kollës dhe dhimbjeve të fytit dhe njëkohësisht temperaturës. Ato munden që të rrisin dendësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj rrit dendësinë tuaj të kockave me 5% në krahasim me ata që nuk e hanë. Ato mund të zvogëlojnë nivelet e kolesterolit dhe gjithashtu të mbajnë zemrën tuaj të shëndetshme. Ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Ato munden që të zvogëlojnë gjithashtu dëmtimin e qelizave dhe të rrisin antioksidantët. Mundet që të përmirësojë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Vetitë e tyre antimikrobike munden që të forcojnë edhe dhëmbët. Qepa përmban quercetin, një substancë e cila lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj akoma dhe më të sigurt. Përmirëson edhe cilësinë e gjumit. Qepët gjithashtu kanë fibra dietike të cilat promovojnë edhe mirëqenie të zorrëve dhe lehtësojnë gjithashtu stresin. Ato munden që të luftojnë plakjen dhe të përmirësojnë lëkurën. Janë të pasura me vitamina A, C dhe E, të cilat mund t'ju ndihmojnë të keni lëkurën e përsosur me shkëlqimin që dëshironi. Ato reduktojnë puçrat dhe nëse aplikoni pak xhel qepe te plagët munden që t'i lehtësojnë ato. Shëndeti më i mirë kardiovaskular. Qepët janë të pasura me një antioksidant të njohur si quercetin, i cili neutralizon radikalet e lira të cilat janë përgjegjëse për dëmtimin e qelizave. Gjithashtu, quercetina mban arterjet tuaja të buta dhe elastike. Imuniteti më i fortë. Quercetina e pranishme tek qepët nuk siguron vetëm imunitet të fortë, por në bashkëpunim me selenin që ndodhet po ashtu tek qepët, forcon sistemin tuaj imunitar. Të dyja së bashku luftojnë inflamacionin në të gjithë trupin. Më pak probleme me alergjitë. Alergjitë sezonale shkaktojnë kruarje të syve, hund të zëna dhe kollë të shpeshtë. Prandaj herës tjetër që keni probleme me alergjitë, hani pak qepë para se të pini pilulën e radhës. Quercetina bllokon elementët inflamatorë të cilët shkaktojnë alergji. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona,
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.